po të frika s'ka pas shumë vend të na, do më thonë, jemi kontrima, e kemi ditë gëzimin, e kemi ditë knatësin, po... Duke që abuzojmë pak me këtë kokëforcin kur vjen puna tek vetja jonë. Prap kthehemi në fillim të pyetjes, pse nuk kuptojmë? Ndonjëherë është, them prap kulturore, sepse në gjithmonë e kemi dëshiru edhe e kemi mbjellë që na duhet jemi të fortë, edhe nuk ka vend të na dobësia, do më thonë, ndonjëherë frika ose fobia konsiderohet si lloj dobësie, edhe mendoj që nuk kemi pas shumë njohuri për shëndetin mendor. Kjo është e gjithë arsyeja. Unë mendoj që shëndeti mendor, jo që mendoj, po kjo është në fakt se ne shëndeti mendor është zhvillu krejt mas luftës të në 25 vjeçarin e fundit, andaj është shumë herët me besu që na jemi të i kuptu sa duhet. Te ne janë, do më thonë, disa emërtime, disa emocione, pak që na kemi ditë nervozën, po të frika s'ka pas shumë vend të na, do më thonë, jemi kontrima, e kemi ditë gëzimin, e kemi ditë knatësin, po nuk kemi ditë shumë për emocione tjera që është dashtë, edhe nëse friksu dikush është tonë, s'duhet me qanë frigacak, nuk duhet me u bot tëc, do më thonë, gjithmonë është fri që ndjenjat e frikës, ndjenjat negative duhet me u mbajtë të ndrydhura brenda. Kërë që mendoj që ka efekt faktori kulturor, ndoshta edhe për shkak që na kemi qenë në pushtim, edhe gjithmonë është dashtë me lujtë rolin e të fortit, edhe ndonjëherë është dashtë me qenë të fortë. Jemi pak edhe kokëfort. Ajo është pjesë e jona, po ndonjëherë ka qenë edhe e mirë që kjo na ka bërë edhe me qenë ndoshta të suksesshëm, rrethonat cilat ne kemi jetu, besoj që ndoshta në kontekst rrethanor dhe kohor ka qenë një cilësi e mirë, po besoj që tash ka ardhur koha kur ne mund ta kuptojmë shumë më mirë njëri tjetrin dhe ta kuptojmë shëndetin mendor. Më duket që abuzojmë pak me këtë kokëforcin kur vjen puna tek vetja jonë. Në rrafsh me të tjerët, siç përmendë shumë mirë, por me veten pastaj kalon në abuzim.